Qeveria gjermane ka finalizuar reformën e ndihmave sociale. Ndihmat e njohura si Bürgergeld do të hiqen, por plani është i ndjeshëm për të dy partnerët të koalicionit në Gjermani. Thelbi i reformës është reduktimi më i rreptë dhe më i shpejt i përfitimeve. Pagesa mujore mund të ulet me 30% për 3 muaj në rastet e shkeljeve të detyrimeve, siç është refuzimi i një oferte të arsyeshme pune. Kjo aktualisht do të arrinte në rreth 150 euro më pak në muaj. Sipas projektligjit, kushdo që nuk paraqitet në 2 takime në qendrën për punësim pa ndonjë arsye të vlefshme, do të shkurtohen ndihmat për 30%. Nëse edhe herën e tretë nuk shkon në takim, pagesat do të pezullohen tërësisht, ndërsa qiraja do t'i paguhet direkt qiradhënësit. Por nëse personi në fjalë paraqitet në qendrën e punësimit brenda një muaji, përfitimet e reduktuara do të paguhen në mënyrë retroaktive. Nëse jo, e drejta për përfitime humbet plotësisht, por ka edhe zgjerime në programin e mbështetjes. Grupi atyre që kanë të drejtë për punësim të subvencionuar do të rritet. Sipas burimeve qeveritare, në të ardhmen kriteri për marrjen e ndihmave nuk do të jetë më kohëzgjatja e papunësisë, por kohëzgjatja e marrjes së përfitimeve. Nga kjo do të përfitojnë veçanërisht gratë dhe refugjatët që më parë merrnin përfitime, por nuk konsideroheshin zyrtarisht si të papunë për shkak të kujdesit për fëmijët ose pjesëmarrjes në kurse integrimi. Sipas shifrave të qeverisë, rreth 5.5 milion qytetarë dhe fëmijët e tyre që ende jetojnë në familje morën Bürgergeld në vitin 2024. Nga këta pothuajse 4 milion ishin në moshpune. Kjo shifër përfshin edhe rreth 800.000 të ashtë quajtur marrës të përfitimeve plotësuese, pra të ardhura plotësuese për shkak të pagave tepër të ulta që janë në nivelin e Bürgergeld. Shtetasit e huaj përbëjnë rreth 48% të marrësve të këtyre ndihmave sociale. Ata që humbasin vendet e punës marrin përfitime për papunësim për një vit, ndërsa më pas kalojnë në programin e ndihmave sociale. Shpenzimet në vitin 2024 për ndihmat qytetare kanë qenë 51.7 miliardë euro. Kjo përfshinte 29.2 miliardë për pagesa standarde të përfitimeve, 12.4 miliardë euro për qirar dhe kosto ngrohje dhe 3.7 miliardë euro për masa integrimi në tregun e punës.